e dini se në cili vend qytetarët gjobiten nëse nuk votojnë? A imagjinoni një vend ku nuk mund t'i thani jo votimit e nëse nuk e bëni, ju gjobisin me para? Australia është shembulli më i njohur dhe i zbatuar në mënyrë të qartë. Gjoba për mosvotim është e detyrueshme ligjërisht dhe zbatohet rregullisht. Shuma fillestare është 20 deri 60 euro e nëse vazhdon mosvotimi pa arsye, shuma rritet edhe ndiqet me procedura ligjore. Por pse ndodh ky votim i detyrueshëm? Në Australi votimi ka qenë i detyrueshëm për qytetarët që nga viti 1924. Për shkak të humbjeve të mëdha të njerëzve në luftën e parë botërore, ku ra mbi 60.000 australian për luftë. Për ta nderuar dhe respektuar këtë humbje për vendin, akti i votimit të detyrueshëm është ngritur në një detyrë patriotike dhe simbolike dhe që shteti të krijojë një demokraci të fortë dhe të mbrojtur. Si e kanë pritur këtë votim të detyrueshëm? Për shumë qytetar, kur dëgjohet mund të duket ironike, por australianët e kanë pritur me pozitivitet. Pjesëmarrja e tyre në votime konsiderohet rreth 92% që nga viti 1960. Edhe pse ka protestues ndaj këtij detyrimi, rreth 3%, ata përsëri marrin pjesë në zgjedhje, thjesht duke hedhur vota të pavlefshme. Por ky votim i detyrueshëm a ka anë negative? Po, zakonisht ka ndikim elektoral negativ tek partitë populiste, pasi që marrin veç 1% të votave në zgjedhje. Pra, vota në Australi nuk është thjesht detyrë patriotike, por një mënyrë për të nderuar të rënët e vendit. Për më shumë informacione, klikoni në kanalin tonë Molto TV.